doja që ti ta kuptoje qarë si jepen detaje që në Zanafilla nuk e kemi. Tani, Zanafilla nuk dihet kush e ka shkruar vlla motër. Por dime që jubilejnë ka shkruar Moshe dhe ju dha për engjëllit. Po Zanafilla në këtë rast është një person që nuk dihet kush e thuhet që ka ndoshta ishte Moshe, por nuk kemi evidencë të plotë për atë gjë. Më kupton? Okej, jubilejnë të 3, kapitulli 3. Në ditën e 6 të javës së dytë sipas fjalës së Zotit, i sollëm Adamit të gjitha kafshët. I sollëm. Engjët ja quan vlla motër. Të gjitha kafshët, të gjitha baktit, të gjitha zojtë, gjëra që lëvizin mbi tokë, gjithçka që lëviz në ujë, sipas llojeve të tyre, sipas llojeve të tyre kafshët në ditën e parë. Në ditën e parë të hyrjes në kopshtin e Edenit. Në ditën e parë të ditës së tia. Baktinë shiko tash me detaje, baktinë ja quan në ditën e dytë. Zojtë i quan në ditën e tretë. Dhe gjithçka që lëviz mbi tokën në ditën e katërt. I kemi këto detaje në Zanafilla jo. Kemi thjesht që ju quan masandaj çdo gjë të gjallë dhe ai e emërtovi. Këtu thotë neve i sollëm Adamit të gjitha kafshët dhe masandaj thotë sipas llojeve ditën e parë këtë, ditën e dytë baktinë, ditën e tretë zojtë dhe gjërat e tjera ditën e katërt. Edhe në ditën e pestë çdo gjë që lëviz në ujë. Dhe Adami i quajti dhe emrat e tyre për katës, siç u quajti, ashtu u quajtën dhe emri i tyre. Në këto 5 ditë, Adami pa të gjitha këto mashkull dhe femër sipas çdo lloji që ishte në tokë, por ishte vetëm dhe nuk gjeti asnjë ndihmës. Tani Jahve na tha, engjëll thotë, na tha, bisedonte ati me engjët e tia, ka engjët e pranisë të tia që janë 7 kryengjët e tia. Nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm, le t'i bëjmë një ndihmës. Dhe Jahve, Zoti ynë, e bëri të bjerë me gjumë të thellë dhe ai fjeti. Dhe ai mori nga Adami një brinjë, nga brinja e tij për gruan dhe kjo brinjë ishte origjina e gruas. Dhe ai ndërtoi mishin në vend të saj dhe krijoi gruan. Ai e zgjoi Adamin nga gjumi i tij dhe sa po u zgjua, u ngrit ditën e 6 dhe solli tek ai. Dhe ai e njohu. Dhe i tha asaj, kjo është tani koskave të mia, mishi tim, ajo do të quaj grua ime sepse u mor nga burri i saj. Prandaj burri dhe gruaja do të bëhen një dhe prandaj burri do të lërë babanë dhe nënën e tij dhe do të bashkohet me gruan e tij dhe ata do të jenë një mish i vetëm. Në javën e parë u krijua Adami, javën e krijimit. Dhe nga brinja e tij gruaja e tij në javën e dytë, Zoti ose Elohim ja tregoi atë atij për këtë arsye u dha urdhër të qëndronin në papastërtinë e tyre. Shikoj, një mashkull duhet të pastrohet në 7 ditë, për një femër 2 herë 7 ditë, më thënë 14 ditë. Dhe kjo është dhe në Levitiku të njëjtën gjë. Pasi Adami kishte mbushur 40 ditë në tokë ku ishte krijuar, çfarë bëri? E quan atë në kopshtin e Edenit. Ne thotë e quam. Engjët e quan thotë. Ku ishte jashtë, krijuan jashtë, ati masandaj krijovi dhe Evën, por thotë, mbasi kishte mbushur Adami 40 ditë në tokë ku ishte krijuar, ne engjët thotë e quam atë në kopshtin e Edenit për ta punuar dhe për ta mbajtur atë, por gruan e tia e quam në ditën e 80. Pas kësaj, ajo hyri në kopshtin e Edenit, sepse kopshti i Edenit ishte vend i pastër, i shenjtë. Për këtë arsye, urdhri është shkruar në pllaka qellore në lidhje me atë që lind. Nëse lind një mashkull, ajo do të mbetet e papastër për 7 ditë pas javës së parë të ditëve dhe 33 ditë do të qëndrojë në gjakun e pastrimit të saj dhe nuk do të prek asnjë gjë të pastër. As nuk do të hyjë në shenjtore derisa të plotësojë këto ditë që janë deklaruar me rastin e një fëmije mashkull. Dhe këtu ishte, sa ishte? 7, dhe 33, 40 ditë. Siç Adami çfarë ngeli ishte ndenti 40 ditë.
para se të hynte në kopshtin. Por në rastin e një fëmije femre, që një grua lind një fëmijë femër, ajo mbetet e papastër për 2 javë, pas 2 javësh dhe 66 ditë në gjakun e pastrimit të saj. 66 plus 14, 80 ditë. Ja, gjithsej thot 80 ditë. Dhe kjo vazhdoi, këtu kemi në Adami, kjo vazhdoi kur ishte në tempull, prandaj tha që nuk do të hyjë ku, nuk do të hyjë në shenjtore. Nuk hynte gruaja, pasi kishte lindur, nuk mund të shkonte, prandaj kur Mesia lindi, Miriam ndenti 40 ditë për pastrimin e saj, ndenti jashtë, rinte në shtëpi. Pastaj kur u plotësuan ato ditë, shkoi në tempull. Dhe pastaj kemi profetin Simeonin, pastaj edhe profetesha Ana që e takojnë dhe luten dhe lavdërojnë Atin për shpëtimin që do sillte me anë të birit të tij. Kur ajo ishte mbushur këto 80 ditë, e quam në kopshtin e Edenit, sepse është më eshte, shiko tash, kopshti i Edenit është më i shenjtë se gjithë toka. Shikon që ishte kopshti ishte mbyllur. Një kopsht të tje me garë të mbyllur. Dhe kopshti i Edenit ishte një strukturë e mbyllur. Se është më i shenjtë se gjithë toka, përveç se kësaj dhe çdo pemë që është mbjellë në të është e pastër. Prandaj për ata që lind një fëmijë mashkull ose femër, u caktua statuti atyre ditëve që ajo të mos prek asnjë gjë të pastër, as të mos të hynte në shenjtore. Kush ishte shenjtoria? Vlla motër, ishte kopshti i Edenit, ishte shenjtoria. Derisa të plotësoshin këto ditë për fëmijën e mashkullin femër. Ndentën jashtë Adami 40 ditë, nuk hyri në kopshtin e Edenit në shenjtore. Ndenti Hava, që ka emrin e saj të vërtet, ndenti 80 ditë para se të hynte në shenjtore në kopshtin e Edenit. Se ishte një vend çfarë? Ishte vendi i shenjtë se të gjithë toka. Ky është një ligj dhe dëshmia, vargu 14, që u shkruan për Izraelin në mënyrë që ata të respektonin atë gjatë gjithë ditëve. Në javën e parë të jubileut të parë, Adami dhe gruaja e tij ishin në kopshtin e Edenit për 7 vjet. Për 7 vjet, duke punuar, duke ruajtur atë, dhe ne dhan punë dhe udhëzuan të bënte gjithçka që është e përshtatshme për punimin. Dhe ai e punoi kopshtin dhe ishte lakuriç dhe nuk e kuptoi dhe nuk u turpurua. Ai e mbrojti kopshtin nga zogj të kafshët dhe edhe baktia. Ai mblodhi frutat e tia dhe hengri dhe vuri minjan atë që mbeti për vete dhe për gruan e tij. Pasi kaluan saktësisht 7 vjet atje, dhe në muajin e dytë, në ditën e 17 të muajit, ngjarë erdhi dhe u afrua gruas. E shikon kur vllai citon që them, vlla motër, Adami qëndrovi 7 vjet para në mëkat. Ju më keni dëgjuar motra në takimin që kam bërë disa muaj më përpara, që them Adami qëndroi 7 vjet para në mëkat. Thot, u plotësuan saktësisht 7 vjet atje brenda në kopshtin. Pastaj thot Gjarpri u afrua gruas së tij. E Gjarpri tha gruas, a ka urdhëruar Elohim, duke thënë mos hani nga asnjë pemë e kopshtit? Dhe ajo tha, Elohim na tha nga të gjitha frutat e pemëve të kopshtit hani, por nga fruti i pemës dhe që është në mes të kopshtit, Elohim na tha, mos hani prej tij, mos e prekni, për ndryshe do të vdisni. Gjarpri tha, ju nuk do të vdisni me siguri. Elohim e di që në ditën që ju do hani prej tij, sytë do të hapen dhe ju do të jeni, në këtë rast thot Zotra ose Elohim me të vogël, sundues, ajo do thot fjala Elohim, do thot sundues, gjykatës, dhe do të njihni të mirën e të keqen. Satani anashkalovi atë punën e vdekjes, po tha në ditën që ju do hani, thot sytë tuaj do hapen, thot ju do të njihni të mirën e të keqen. Ndërkohë këtu ishte një joshje, sepse i erdhi joshja në kuptimin që pastaj u mendoi që Eva këtu do donte të dinte të mirën e të keqen të për ta dalluar. Sepse ju tha një gjë që ajo nuk në këtë rast u josh. Le ta shikojmë pak më përpara, Ati tha gjë për punën e do të dalloni të mirën të keqen.
mos hani, mos e prekni, ndryshe do vdisni. Nuk tha gjë që shikon. Ndërkohë, Satani gënjevi tha nuk do të vdisni me siguri, po e di çfarë tha, po t'jem diçka, që ju do të hapen sytë, do shihni të mirën e të keqen, thot. Dhe do jeni si ai, thot. Ju do jeni si Elohim. Si Ati, më fal. Do keni atë lloj kapaciteti, ndërkohë ishte mashtrimi. Dhe gruaja pa, tash ajo e pa pemën që ishte e bukur dhe e këndshme për syrin, e pa. I pëlqeu, u josh me fjalën, prandaj Satani do vi vlla motër për na joshur me çdo mënyrë. Për të thënë, s'ka gjë, sepse apo këtë, apo jo s'ka gjë, ti du ta dish ligjin e Atit. Për veten tënde, ti du ta dish urdhrimet që të mos mëkatosh, çka ka thënë Zeri i Atit. Sepse kështu jemi mashtruar në kuptimin që na kanë thënë më përpara, por në momentin që shikon vetë, mas andaj thua dale, sepse qelli, Bibla ka thënë, do zbatoj çfarë qelli ka thënë, jo çfarë njeriu. Se Satani do vi me njerëz, nuk do vi të shfaqet ty e mua ballë për ballë, siç u shfaqet atyre. Dhe ajo e pa, ishte e bukur, mas andaj pema, e këndshme për syrin, dhe me thënë epshi, pëlqevi, në kuptimin u josh e mori për ta marrë atë gjë. Me fryti i saj ishte mirë për të ngrënë, dhe ajo e mori prej saj dhe hengri. Së pari ajo e mbuloi turpin e saj me gjethe fiku, pastaj i dha frutin Adamit, ndërkohë ra vet u mbulua për veten e saj. Dhe ndjevi turpin, pastaj vajti dhe i dha frutin Adamit, dhe ai hengri. Tani ajo vajti vlla motër, vajti sepse ajo ishte tashmë ishte rënë dhe ishte magjepsuar, ishte normal, ishte e gënjur. Dhe vajti dhe gënjevi mas andaj. Prandaj ki kujdes kur të afrohen persona që nuk kanë urdhrimet e ligjit sepse janë të gënjur, do të gënjej Satani dhe tyne. Ki kujdes. Lutem Atit ta kuptosh. Sepse e tërë situata në jetën tonë dhe çdo gjë që Satani do të bëjë, që ti dhe unë të shkelim ligjin është. Shkeli këtu që në fillim me ta, do ta vazhdojë, sepse ai e di që mëkati është shkelje e ligjit. E di vetë Satani. Ishte i pari që e shkeli. E para gjoni 3 thot. Ai mëkatoi që nga fillimi thot. Ti e di që ai që shkeli ligjin nga fillimi ishte Satani, që ishte në qell. Ra, mas andaj do tërheqi me joshje, me gënjeshtër, siç e bëri dhe për Evën, dhe ajo pastaj çfarë? Pastaj i dha dhe burrit të saj, mas andaj dhe ai hengri, tash ai hengri, ai as pyeti fare, një radhë të parë, mua më vjen çudi, nuk pyeti, por dinamika nuk e tregon Bibla, por dhe sytë e tij u hapën dhe ai pastaj pa që ishte lakuriq. Ndërkohë më përpara ishin të zhveshur, nuk kishin turp sepse nuk ishte hyrë në këtë rast mëkati. Kur vjen mëkati, shkelit e ligjit neve turpërohemi, shumë njerëz vrapojnë, shumë njerëz ikin, mos andaj ose ka lloj mënyra. Dhe këtu vrapuan, nuk vrapuan ata, vrapuan që të dy. U larguan nga kopshti i Edenit. Vrapuan. Ai mori gjethe fiku dhe i qepi së bashku dhe bërë një përpasje për vetin e tij dhe mbuloi turpin e tij. Kjo ishte, domethënë, kapitulli. Vazhdo mas andaj për të thënë ja, ndoshta dhe vazhdojmë më tej, por vargu 22 çfarë thotë? Që në vargu 23 një moment sa ta hedh, se unë desha të dinit atë konceptin që ishte jashtë, në më thënë hyri brenda, ndenti Adami 40, hyri brenda në kopshtin, ndenti Hava, në të rast Eva ndenti 80, hyri brenda, pasaj ta thot haprazi si që pe, 7 vjetë kaluan, nuk ishin në mëkat. Kur përmbushëm, andaj si thot egzaksisht, 7 vjetë ra në mëkat, më tharan të dy, pa fjalë, por ja, ta vejmë dhe vargjet e tjera.
Okej, Elohim, Zoti e mallkoi gjarprin dhe u zemrua shumë me te për gjithmonë. Vlla motër, kafsha që ishte në këtë rast të gjarpër që quhej atëre ishte në këmbë. Ecte. Satani erdhi dhe e mashtroi nëpërmjet asaj kafshës. Sepse u zemrua masandaj shumë me gruan, sepse ajo dëgjoi zërin e gjarprit dhe hengri dhe i tha asaj: unë do të shumë fitoj, shumë i dhirimet dhe dhimbjet e tua, në dhirimet do lindësh fëmijë dhe zotëria yt do të jetë burri yt dhe ai do të sundojë mbi ty. I tha gjithashtu Adamit, me qenë se dëgjove zërin e gruas sate, në këtë kuptimin që ishte zëri i mashtrimit, thotë që ajo u gënjye për veten e saj, thotë, dhe hengri nga pema që të urdhërova të mos e haje, mallkuar qoftë toka për ty, thotë. Gjemba dhe gjemba do të përdoj për ty. Shiko tash, Adami ra, vlla motër, dhe toka u mallkua. Ndërkohë Eva ra, ajo mori masandaj mallkimin e saj që do kishte dhimbje në lindjen e fëmijës. Ndërkohë ajo beslidhje qëndron akoma, apo jo? Është e njëjta gjë. Beslidhja e Noas qëndron akoma. Ne kemi akoma ylberin kur del, apo jo? Ajo është beslidhja e përjetshme që bëri me Noan. Beslidhja, unë kam bërë ato 7 beslidhjet, masandaj kur bëra mësimin që bëra nga zanafilla deri tek zbulesa në një kohë të shkurtër, thash, më vajti një orë ca, por u mundova dhe përmenda të 7 beslidhjet që ati ka bërë deri tek Mesia Jeshua. Okej, gjemba dhe do përdoj për ty, thot, ti do të hash bukën tënde me djersën e fytyrës sate, derisa të kthesh në tokën, nga e cila je marrë, sepse je tokën, në këtë rast je pluhur, varet për kthimi se unë e mora, edhe në tokë do të kthehesh. Dhe u beri atyre tunika lëkure, i veshi ati dhe masandaj i dëboj nga kopshi e Edenit. Përse? Sepse u njollosën. Kopshi e Edenit, siç e pam, ishte vendi më i shenjtë, më i pastër në të tërë tokën. Në atë ditë që Adami doli nga kopshti, ai ofroi një aromë të këndshme, një ofertë të iman me erza të embla, erza në mëngjes, me lindjen e diellit, që nga dita kur ai mbuloi turpin e tij. I rikthye pak si duket mendja gjende, sepse i ofroi atit një ofertë për shkeljen e urdhërimit të tij. Atë ditë u mbyll goja e kafshëve të gjitha. Okej, e kisha naskaluar këtë gjë. Atë ditë u mbyll goja të gjitha kafshëve, bagtive, zogjve, çdo gjë që ecën dhe çdo gjë që lëviz, kështu ata nuk mund të flisnin më. Shikon që kafshët, bagtit të zogjtë kanë folur për 7 vjet. Kur Adami ishte, në momentin që ai ra, goja ju mbyll të gjitha qenieve të gjalla. Përse? Sepse ti e di që masandaj Gomari foli me profetin Balamin. Nuk foli, ati hapi gojen prap dhe ati është në gjendje, sepse kishin folur më përpara. Përse kemi papagalli neve që flet? Nga del ajo folur, që ai përsërit fjalët kur i thua papagallit, apo jo? Zogut. Po që atë ditë, thot, i kemi këto, vlamo, i ke këto informacione në zanafilla jo. Prandaj unë mendoj që libri i jubilejve është më përpara zanafillës. Zanafilla jep shumë gjëra masandaj të përgjithshme, por jubilejnë të japin detajet. Sa ndodhi me Adamin, sa, si, kur ra, të jep vitet eksakte, të jep si u mbull goja kafshëve mbas 7 vjetës që ato folën, kështu aton që nuk mund të flisnin me, sepse të gjithë kishin folur me njëri tjetrin, me një dialekt, me një gjuhë. Gjitha kafshët, të gjitha zogjtë, të gjitha që ishin, kafshë bagtitë, ishin folur me njëri tjetrin, me një njëjtën gjuhë. Çdo mish që ishte në kopshtin e Edenit, çdo mish, në këtë rast çdo kafshë, çdo qenë gjalla, ati Yahweh i dëboi, i nxorri jashtë nga kopshti i Edenit dhe çdo mish u shpërnda sipas llojeve të tij në vendet që ishin krijuar për ta.
Nga të gjitha kafshët dhe bagtitë vetëm Adami ju dha mundësinë të mbulonte turpin e tij. Të veshën. Prandaj ne shikojmë kafshët që nuk janë të veshura. Vetëm njeriu. Shiko çfarë detaje jep. Pas kësaj, për shkak të kësaj, është përshkruar në pllakat qellore për të gjithë ata që e njohin gjykimin e ligjit. Wow. Që ata duhet të mbulojnë në turpin e tyre dhe të mos zbulohen si zbulohen kombet. Shiko dha motër veshja këtuja, si ta thotë, për shkak të kësaj që ndodhi thotë, ju që njihni gjykimin e ligjit tim thot Ati, ju nuk duhet të visheni si që bëjnë ata dhe si që zbulohen ata thot. Për shikon veshja për ne, për ju motra, është e njëjta gjë, që vllai thotë, që vishuni në këtë rast në radhë të parë me një veshje, me një fustan, me një që mbulon trupin tënd, nuk duhet të tregosh format në këtë rast që Ati të ka krijuar. Ajo është një gjë e mirë, ashtu bëjnë kombet, jo hebrejtë, këtu ke kombet që janë pagane. Nuk duhet jetë në jetën tënde ajo një gjë e tillë. Duhet tregosh integritetin në veshje, në thekët që i mban për shkak të njohurisë dhe gjykimit që ti ke në ligjin që ti e mëson për veten tënde, do t'i lesh trashëgimi fëmijëve tënd, të njëjtën gjë. Çfarë ndodh? Janë në Greqi, tani, më thënë, familja time, në tezja e saj. Babi tim ishte më përpara se të kishe një periudhë që nejtën bashkë në një qytet aty në Greqi. Pardie më merr telefon dhe tha, Gjotha, të lutem tha, a mund të thuash Amaris tha që ta heqi bluzën lart tha, që të marrin çik rreze the, ajo e ka të bluzën lahet me atë dhe është e lagur dhe se ftohet. Tani vëlla motër, mendo për pak, nga vjen ai ze? Vjen nga këshilla e të pabesëve, të paligjshme. Babai tim që nuk e njeh atë, nuk është në beslidhje. Ai po më jete mua këshillën për veshjen e Amaris. Që Ati më thotë që ajo duhet të mbulojë trupin e saj dhe nuk duhet të zbulohet, të mos zbulohet siç zbulohen kombet pagane. Tani, i ligu vjen për të dhënë, hiqja bluzën, le të shkeli ligjin e Atit, sepse ja kështu bëjnë të tërë këtu që ajo të marri ca rreze. Ca rreze? Po rrezatimin nga lart, apo zjarret nga lart që do zbresin atë kohë, si i bet. Për ata që vazhdojnë të bëjnë gjëra të tilla. Apo veshja pagane që shikojmë sot, apo që duket. Dhe prandaj vëllai kur hedh foto them që motra mos vishni siç vishen burrat. Vishuni siç vishen në këtë rast gratë e hynishme, e ndershme, siç masandaj mbulesa në kokë kur lutesh, kur profetizon, apo fustanin masandaj që sepse një mashkull tundohet duke parë masandaj si shikojmë sot të veshur me pantallona, me gjëra të tilla. Sepse ne kemi rënë si meshkuj ra i pari dhe na mbuloi me turpin e tij për shkak të mëkatit. Por kur unë shikoj një motër në këtë rast dhe them që wow, motër, kjo është veshja biblike, siç i kam hedhur ju shikoni fotot, fustanin, gjëra të gjera që nuk tregon forma, nuk tregon ato kundimin apo joshjen dhe po të ishim kontekstin e kishës brenda në një ndërtesë, një vëlla që sapo hyn që është i dobët në besim, nuk do të mundohet për shkak të dobësisë së tij, se nuk i jepet mundësia nga motra që janë brenda. Prandaj kemi çdo lloj veshje brenda në ungjillorët apo në botë me pak fjalë. Ndërkohë që ata, për të gjithë ata që njohin ligjin thotë, duhet të mbulojnë turpin e tyre të mos zbulohen si zbulohen kombet. Në muajin e 4 të ri, Adami dhe gruaja e tij dolën nga kopshti në muajin e 4 të ri.
Muaj i ri, është dita e parë e sezonit. Muaj i katërt. Wow, lavdiem i tet. Muaj i katërt është fillimi i dimrit. Muaj i katërt i ri. Është dita e parë e muajit që fillon. Do ta shikojmë por muajin e katërt të ri. Po, ajo është, më lejo ta shikoj nga anglisht si ka dhënë ata se këtu. On the fourth new moon. Po, ajo është, on the fourth new moon. Në të katër muajin të ri, në të katërtin muajin e ri. Në të katërtin muajin e ri. Kjo është kështu. Në të katërtin. Në të katërtin muajin e ri, do më thënë si shtam, në të katërtin, se muaj i parë i ri është viti i ria, është dita e parë e pranverës, është viti i ri, që është festa, atë thotë, janë 4 ditët e para të stinës që neve duhet t'i rikujtojmë. Tani, jemi në muajin e tretë, vëllai. Më falë, sot jemi 22. Okej. Sipas kalendarit, sot është dita e dytë e javës. Okej. Ka një sekondë. No. Lavdiem i tet. Kemi mbas 2 ditësh, ja pse. Mbas 2 ditësh, që është dita e 4, mbas 2 ditësh, është dita e 4, që i vete 24 e muajit pagan, është dita e kujtimit, që është dita e parë e verës, fillon vera, dhe është një ditë të kujtimit që thot ati. Këtu kemi me fillimin e dimrit, që është në të katërtin muajin të ri, në të katërtin ditën e parë në të rastë. Por që fillon pas 2 ditësh, do ta kemi një ditë kujtimi, është të mbledhje veçuar. Është mbledhje që e bëjmë neve për të rikujtuar mirësinë e Atit, të kujtojmë. E di pse, sepse po ta shikosh në Kolosianë 2. Përse shikojmë thot, nga një muaj i ri në tjetrin, nga një sabat në tjetrin, çdo miq do vit të bjerë para meje në gjunjë thot, do më adhurojnë mua. Tu është në të katërtin, në fillimin e dimrit, është dita e parë e fillimit të dimrit. E di që është pak, por avash do t'i mësoni, më kuptimin që janë 4 ditët që fillon sezonet, fillon stinët. Mbas 2 ditësh fillon, është dita që ne do ta rikujtojmë që fillon vera. Adami dhe gruaja e tij dolën nga kopshti i Edenit dhe banuan në tokën e Eldës. Në tokën, shiko, në tokën e krijimit të tyre. U krijuan jashtë kopshtit e Edenit dhe shkuan atje ku u krijuan. Atje ku u krijuan. Dhe Adami e quajti gruan e tij Hava. Me he është, mësë në Hava me he në fund, por ta kuptosh emri sa nuk është Eve. Është Hava. Nuk kështu do t'jetë. Hava është nga hebraishtja. Adam, po është Adam është emri. Dhe ata nuk patën djalë thot deri në jubileun e parë. Jubileun e parë, unë me sa kuptoj, jubileu është janë 50 vite. Mos gaboj, ja të shikojmë, 50 vite janë. Okej, ja të shikojmë gjuhën për li. Okej. Po, vla, pa tjetër, hape mikrofonin dhe për atë punë jemi, që të flasim. Po, 50 vjetë është, një vit jubileu është 50, okej.